E rëndë, gruaja humb kontrollin e mjetit dhe përfundon në lumë bashkë me 2 fëmijët. Një aksident i rëndë ka ndodhur mesditën e kësaj të shtune në Vlorë, ku një 35 vjeçare ka humbur kontrollin mbi automjetin dhe ka rënë në lumë. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 10:40 në fshatin Lepenic, ku shtetësja AA, rreth 35 vjeçe, duke drejtuar automjetin tip Renault, dyshohet se ka humbur kontrollin mbi drejtimin e automjetit dhe ka dalë nga rruga duke rënë në lumë. Si pasojë e aksidentit janë dëmtuar drejtuesja e mjetit dhe 2 fëmijët që udhëtonin me të. Të 3 shtetasit janë transportuar në spital dhe ndodhen nën kujdesin e mjekëve. Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po kryen veprimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit.